udhëzimi është përmes të dërguarit të Allahut. Përse? Nga se Allahu na ka dërguar neve mësues të shumt. E mësuesi i fundit i njerëzimit është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Përmes tij e mësojmë rrugën se çfarë don Allahu dhe çfarë urren Allahu. Dhe udhëzimi në këtë rrugë është përmes Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra nuk ka udhëzim tjetër përveç se përmes rrugës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe nuk ka udhëzim tjetër, nuk ka udhëzim të filanit apo fistekut. Nuk ka udhëzim të lindjes apo të perëndimit, të jugut apo të veriut, të ideologjisë së filan njeriut apo fistek njeriut, por ideologjia e vetme e pranuar te Allahu është ideologjia dhe mësimi dhe feja me të cilën ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam.